Hoç, sipas pyetjeve që na vinë, e kum vërejt disa nuse ankohen se vjeri dhe vjekra nuk po i ndihmojnë ato. Çfarë këshilla kishte dhënë? Shife, sunullah, do të tregoj një realitet mas kësaj ankese që ta nxjerr në mejdan se realiteti është krejtësisht ndryshe pra asaj që e thonë edhe djemtëri edhe nusët. Zakonisht këto janë çifte të reja që dalin me jetu me qira. Po. Martohen dhe kjo nusja thotë unë se kam obligim me jetu me vjeri. Po. Edhe Pikërisht po dojnë me shku me jetu me qira. Edhe çojnë një natë zakonisht. Shife me shku me një market me ble diçka me pare, ka rënd shtëpjak marketi. Edhe parët ti merë, ka edhe rënd shtëpjak. S'mundesh me pagujt ku do ti, s'mundesh me hi ka do ti. Jenë ato rumullakat, dush me hi ketona, kur dash dush me dal nga ana tjetër. Ti pare dush me dhonë, thot, jo, gjenë kacë, parët s'mundet këtu me ti marë. Market pare kishku me dhonë. Janë disa nuse që vinë në për shtëpia, martohen, edhe duan që të sillen në shtëpiat e burrave të vet, thu se këtë shtëpia ka ardhur nuse te kjo, jo kjo që ka ardhur nuse te kjo shtëpi. Është një çështje shumë e tollovitur në këtë rast. Edhe e di se shpesh edhe këto reagime tona edhe i keqkuptojnë disa motra tona dhe disa vëllezër tonë. I keqkuptojnë edhe disa djemë tonë që shkojnë nuse. Po, realisht kemi edhe atë halë të rina, se përpara dhe na jemi mësu si shqiptarë, gjithnjë me marë nuse. Kemi shku ingje, kemi marë nuse, së po shkojmë ingje, po japim djalë. Allah në përmirësoft gjendje dhe këto situata dita e ditës janë ma alarmante dhe ma të papërballueshme në familjet tona që sjellin rreziqe jashtëzakonisht të mëdha. Dhe vjen nusja në shtëpi të burrit dhe don aty që të jeton pa asnjë rregullore, pa asnjë rënd shtëpiak, pa asnjë përgjegjësi. Dhe fillon meselën e parë që e hap si debat, unë se kam obligim mi shërby vjerit edhe vjerës. E po mirë. Edhe vjera edhe vjeri se kanë obligim ty me të mbajtë të shtëpia e tyre. Ata e kanë një shtëpi me 3 dhoma, pse t'ju bot me 2, ti t'ja zosh një dhomë. Edhe nusja natyrisht me arogancën e vetë vendos me dal prej shtëpisë. Del prej shtëpisë shkon me qira. Kur kush si thot del, shifeni, unë e kam e vlat. Dhe nuk ka non dhe bab që e dëbon dhe përzën e vladin prej shtëpisë. Absolutisht. Unë e kam edhe 1 milion fakte se vjerit e tonë dhe vjerat e tona nusën e pranojnë si bitë vetën në shtëpiat e tyre. Aja ka qik të vetën atë, se ka soshtja banxhia ajo. Por kur ajo nuk don me respektu as kant, dhe as një rënd shtëpiak, as një rregullore shtëpiak, kur kujt dojnë një got ujë me ja afru, as një misafir s'don me prit, as një misafir s'don me përcjell, kur kujt s'don me i bo saigi, respekt. Ajo faktikisht bëhet faktor çrregullimi i shtëpisë. Me kalimin e kohës e vetë vendos me dalë. Dhe kur dalin këto çifte të reja me qira, bon arrogant fillim, të dalën, edhe prindi, vjera dhe vjeri, i thonë atyve, ma që ti ke vlerësu se ma mirë është për ti me dalë me jetu vetë, ani velo që dili jeto vetë. Veç ti t'jesh mirë edhe ratë. Kështu e thot prindi. Veç ti t'jesh mirë me nusën tonë dhe ti t'jesh mirë me burin tonë. Shko. E dalin me qira, e pastaj nëse kuptojnë se shtëpia me qira nën kupton orendime pas. Shtëpia me qira nën kupton me pagu qira në fund të muajit, me pagu ujë, me pagu rrymë, me pagu të mirëmbajtja. Po aty nuk ka mëshirë. Ai me të parin kur vije muri, qira gjy vjen tak, e ke marrë se ke marrë rrogën, dush me pagujt. Qiraja. Edhe s'ta falë. Edhe nuk toleran. E nëse kuptojnë se rroga edhe 2 rroga nëse i kanë, se shumica e çifteve që punojnë burë gru, kështu e bëjnë. Edhe 2 rroga nëse janë,
me standardet e tona nuk mjafton me pagujt edhe qira. Edhe plus argjime ekstra. E nëse kuptoj nëse kam pas fëmija ka këshirë vjera të shtëpia pa pare, që është du të me qunë qerdhe. E qerdhe është pin 150 euro deri në 200 euro. Po nuk është veç ajo, du të me shku me marë, me sjell. Ajo është ekstra argjim, ekstra mund. Pa me shku në punë, në shtatë, a me shku në fëmin me lonë në shtatë. Po në 4 mbyllet qerdhja, në 4 mbaron orari. Është edhe një presion psikik që i jepet çifteve të reja bashkëtorë me fajin e tyre, s'ka faj as vjera shtash. Dashtën vetë me jetu këta. Autonomi, s'dojnë rregulla shtëpiake, s'dojnë mi praktiku rregulla shtëpiake në shtëpinë e babës dhe vjerit, shtash kanë me unështru në rregullat shtëpiake të atij abanxhijes. Sa i qiraxhia thot, çështu dush me paguajt rrymen, çështu zguzon me bosh zhurmë, zguzon kështu, ai nuk ta fal. Dhe kështu bëhet edhe një kaos brenda shtëpisë, kështu vjen edhe konflikti mes të rive, konflikt që shpesh herë bie deri te ajo edhe që të ndahen mes vete. Me fajin e tyre. Andaj faji nuk është e vjeri dhe vjera që nuk ndihmojnë. Fajin du të me kërku kjo nuse, pse dolin nga shtëpia që e kishte krejt falas gratis. Që ushqimi e pritke i gatshëm. Që pastërtia e shtëpisë ishte në nivel kur vinte ajo prej punës. Që askush nuk i thonte paguaj qira, apo rrym, apo kështu, apo ashtu. Që mysafirt ja pritëshin gjithë së bashku. E që sofra ishte e bujshme dhe e gatshme. E që iftari ishte shiret. E që syfyri ishte shiret. E që mysafir çdo natë vinin, apo këto shkonin mysafir. Kënaqësi e madhe. Gjithë këtyre të mirave ju mshoj shkel për një natë të vetin, e tani në fund të muajit i vije fatura dhe askujt mos ja lën fare. Wallahu ala.